Nina Odiankova Mula, një emër që lidhet ngushtë me historinë e operës shqiptare. E lindur më 23 nëntor 1931 në qytetin Izhevsk të Bashkimit Sovjetik, ajo do të kalonte pjesën më të madhe të jetës së saj në Shqipëri, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në skenën artistike të vendit. Pas përfundimit të shkollës pedagogjike në qytetin e lindjes, Nina vazhdoi studimet e larta për kanto në Konservatorin P.I. Çajkovski në Moskë, ku u diplomua në vitin 1955. Aty, mes notave dhe ushtrimeve intensive, ajo njihet me kantistin e talentuar shqiptar Avni Mula, i cili do të bëhej bashkëshorti i saj dhe një pjesë e rëndësishme e jetës së saj personale dhe artistike. Në shtator të vitit 1957, Nina erdhi për herë të parë në Shqipëri. Shpejt, talenti i saj jashtëzakonshëm u vlerësua dhe ajo u emërua soliste pranë Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në Tiranë. Aty, zëri i saj soprano filloi të mbushte skenën me tinguj të pasur dhe emocionues, duke interpretuar rolet kryesore të operave shqiptare dhe atyre botërore. Gjatë karrierës së saj, Nina Mula interpretoi një repertor të jashtëzakonshëm, duke sjellë në jetë personazhe të paharrueshëm. Nga Rosina në operën Il Barbiere di Siviglia, Tenorina në Don Pasquale, nga Tatiana në Eugenio Onegin, deri te Micaela në Carmen dhe Violeta në La Traviata. Secili rol ishte një dëshmi e fuqisë dhe elegancës së vokalit të saj. Ajo interpretoi edhe rolet të operave shqiptare, duke sjellë tek publiku shqiptar personazhe si Drita në Pranver, Olimpia në Lulja e Kujtimit, Neda në Pagliacci, Borobardha në Borobardha, Donika në Skënderbeu dhe Mimi në La Bohème. Secili interpretim i saj ishte i mbushur me pasion, teknik të përkryer dhe një ndjeshmëri që prekte thellë çdo dëgjues. Por jeta e Nina Odiankova Mula nuk ishte vetëm interpretim në skenë. Qysh nga viti 1965, ajo u angazhua si pedagoge pranë Institutit të Lartë të Arteve, duke kaluar në përduar shumë nga brezat e rinj të operistikës shqiptare. Me durim dhe përkushtim, ajo formoi vokalist që do të vazhdonin traditën e artit operistik në vend. Për kontributin e saj të madh, Nina Mula u nderua me shumë çmime dhe tituj. Midis tyre, urdhri në infrashëri i klasit të dytë, titulli artiste e merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Por përtej medaljeve dhe titujve, ajo la një trashëgimi të çmuar artistike, një standard të lartë profesional dhe një frym që do të vazhdoj të frymëzoj brezat e ardhshëm. Familja e saj ishte gjithashtu një pjesë e rëndësishme e historisë së artit shqiptar. Bashkëshorti i saj, Avni Mula nderi i kombit dhe vajza e tyre po ashtu, Inva Mula, ndoqi rrugën e muzikës, duke çuar përpara një traditë artistike që lidhet ngushtë me mbiemrin Mula. Nina Odiankova Mula u nda nga jeta më 22 dhjetor 2011 në Tiranë, duke lënë pas një jetë të pasur, plot art, dashuri dhe përkushtim ndaj skenës dhe studentëve të saj. Zëri i saj, interpretimet e saj dhe trashëgimia e saj pedagogjike mbeten të gjalla, një kujtesë e paharrueshme e një sopranoje që e bëri Shqipërinë një vend më të bukur për artin e operës. Faqja na ishte dikur e kujton me nderim dhe respekt.